Policia e Gjirokastrës bllokoi një tjetër sasi të madhe me lëndë narkotike me destinacion Greqinë. Policia tha se mbi 150 kg shash u bllokuan në zonën midis Sarandës dhe Gjirokastrës, ndërsa 2 personat përfshirë në trafik u arrestuan. Korrespondenti Raimond Kolla sjellsi. Policia e Gjirokastrës tha sot se ka goditur një grup të mirëorganizuar në trafikun e lëndëve narkotike. Sipas burimeve zyrtare, hetimet kishin nisur prej një muaji për personat e përfshirë në këtë trafik nga Vlora, Tepelena dhe Gjirokastra. Policia ka bllokuar mbi 150 kg bim narkotike hashashi, ka arrestuar 2 persona dhe ka shpallur në kërkim 2 persona të tjerë. Policia tha se lënda narkotike ka dalë mbrëma përmes natës nga fshati Lazarat i Gjirokastrës, e ngarkuar në një automjet dhe shoqëruar nga 4 persona. Pas ndjekjes së forcave të policisë është bërë i mundur bllokimi në orët e para të mëngjesit i 2 prej trafikantëve dhe i sasisë së hashashit. Specialistët e antidrogës në policinë e Gjirokastrës thanë se nga hetimet paraprake, lënda narkotike kishte destinacion Greqi fqinje në transportimin përmes brezit kufitar toksor të rrethit të Sarandës. Ky segment po përdoret kohëve të fundit nga trafikantët pasi rojet shqiptare të kufirit e kanë të pamundur të mbulojnë me ruajtje gjithë brezin toksor të kufirit. Ekspertët e policisë antidrogës thanë se dhe gjatë këtij operacioni policia përdori kamera termike për vëzhgimet gjatë natës dhe metoda të tjera moderne të dhuruara nga policitë homologe. Trafiku i lëndëve narkotike mbetet ende forma më e përhapur kriminale në kufirin shqiptaro-grek. Aktiviteti më i rritëm gjatë sezonit turistik për shkak të rritjes së përdoruesve të lëndëve narkotike që mbrin për turizëm në brigjet greke. Për Zërin e Amerikës nga Gjirokastra, Raimond Kolla.